Unë jam këtu e kam pa me sytë mi. Klodin, po. Se Klodi ka ardhur me një qëllim. Qëllimi është shumë i pastër. Kush ka sy e kush ka mend e kupton. Dhe pranaj kjo është i qetë edhe në lidhjen që ka jashtë. Se ky ka ardhur me një mision këtu. Ka ardhur me fitu bigun. S'di çka më thonë. S'di çka më thonë. Është shumë i qartë. Unë arrit ta kuptoj. Edhe bravo. Kjo është bëtë shumë e mërzishme, temat e vjetra shumë. Alba, vallaj, sa je bëj mërzishme ti në këtë big me të histori tua, kërkoshën histori bigut sa bo. Për cila histori? Shpirë, ti një muaj e gjysmë mje kap mu se ke thonë që unë të ofendoj lidhjen ty, ndërkohë vjen kjo thotë në lidhje me ty sa ken. Faleminderit bile për këto, se pak të në më ke qitë real para publikut. Vjen keq. Po mirë më Klodaj, ja, një gjë. Tjetër? Ja më ripërsërit se për një gjë? Ti? Po. Ta dita kam ripërsërit Po, gjërat e të pyetja vjetra? javën e kalume, pësi e përsëritse? Përsëritse kur e flasi tem që ripërsëris të njëjtat fjalë. Ama temat e vjetra i hap përsëri, ai diskutoj, Po kjo thjesht të lidh te pjesa që ishte dy bisedu kjo. Është fakt, Balba. Ti me Beniten, vete keni... Unë e një gjohë se koptaj kështu. Është shumë teme vjetër i A di kam çka bërë s'kuptoj te ju? kapaqet, kush e beson atë Ju hinim big. Nuk merre me A gjërat e dini si vjetra. funksionon bigu? Një sekund, a mund të flas Alba? Të lutem. A dini si funksionon bigu? Okej. Tu mor parasysh. Ti, kë e Benita, ju vetë keni ngritë Elionën. Të parët. Vjen shumë keq. Pastaj ju ankoheni. Po s'ka ndonjë gjë të keqe. E ke bë vet? Po. Nuk jam Mundohu me zbrit. Klodi, Gjej mënyrën Klodi, Alba për nuk me është ja ankuar. hek, Jo, prit, bank më për me ja hek vëmendjen. Alba nuk jam ankuar asnjë. Sigur ja dha, gjej mënyrën me ja hek. Ti se anku po plas prej xhelozis. Fare, zero. Unë kam fatin tim, kismetin tim, destinimin tim. Çka është e imi, është e imi, Amo ja të do të dyja- jetë gjithmonë. Në rast se unë dikmoj dikë, nuk e shkatroj fatin edhe kismetin tim. Dhe unë e bëj edhe me gjithë Po ka ke nëjtësitën ndihmu dikmoj ti? dikë. Ka ke ndihmu këtu? Po kam ndihmu, kam ndihmu. Ti Kush ma vetëm di? femrave ju je kanë kundër femrave të gjithë Jo, bigun, as vjen pak. keq. Për mu po. Për kundrazi kam qënë që për të gjithë femra në rast se komentohet e njëjta gjë të jetë në mënyrë të barabartë e gjykueshme. Jo në mënyra të ndryshme gjykueshme, vetëm se janë femra të ndryshme. Sa shtas pak e vërtetë vjen keq, nuk jam me ty, po s'du me zgjat shumë se Edhe madje kam jam reaguar tepër edhe i për ngarkuar, rastin s'po du me dal prej që një vetes. mashkull ke shpërdor situatën në një Alba, femre. të lutem se dal prej vetes, të lutem. Pa do flasim tani me faktet, me argumentet. Me që e nise. Qa nisa më në thash një gjë. Une kam përballje edhe me meshkujt, edhe me femra tu për situatët që ndodh po. Ama jo se është femër ose se është mashkull, po si njeri çka është duke bërë. Alba, Si fenomen çfarë unë është duke s'jam bërë. kërkosh me thonë Kjo nuk ty- më bën antifeministe. Jo, kështu, unë nuk jam Se unë kërkosh. knaqem kur i shoh bukra, knaqem kur i shoh Alba. që përparem, dhe knaqem kur i ndihmoj. Nuk më ka ngel Alba të dëshmoj ndihmën kundrejt femrave këtu se e kam bërë për jashtë dhe do vazhdoj për bisedojmë jashtë. flet vetëm ti monolog, shpirt, natën e mirë. Po Shihemi në botën po shumë jashtë. shkurt pra ta dasho Çka Klod. them? Klodi. Në rast se këtu nuk e dëshmoj do tamam për krahjen nda femrave, unë e kam bërë për jashta dhe do vazhdoj ta bëj për jashta. Për jashtë as Se dëgjoj. kam edhe super Vjen plane. keq, unë për jashtë s'flas. Unë Ama flas për këtu- big, më lutem. Nuk ju njoh jashtë asnjë. Po, ama S'jam si këtu- disa që kanë hikë këtu me skema, më vjen shumë keq. Tu kam gjyku si njeri, jo si femër apo si mashkull. Nuk duhet bazohen fare te gjinia. Te femrat mund bazohen pak te pjesat, them prit plot se femra është pak më subjektive nga natyra, ti je më objektiv. E Këtë bash po. femrat më subjektive i ke sulmu. Tani, femër me femër, njeri me njeri në situatën që ka ndodhë. Edhe unë jam sulmu, Njeri me edhe njeri, ata më kanë sulmu, nëse nuk i kështu ka nxirr ndodhur temat këto. e feminizmit, e maskilizmit, njeri me njeri. Prej momentit që vetë nxirr temën e feminizmit, Po, më fal, e ke prutin loj. feminizmi janë të drejtat e barabarta me femra dhe me meshkuj. Do me thonë përfshihet edhe e drejta e meshkujve, Feminizmi- këtu, jo femrat bi meshkuj. Prit mençuria jote, feminizmi do të thonë vetëm drejtat e barabarta, kur çfarë tjetër? Po, drejta themelore të barabarta. Dërsa nga aspekti subjektiv i fjalës, veçantia ndryshon pastaj kuptohet për të drejta themelore të barabarta. Jo të drejta themelore mashkullit i ketë mbi femrën, ose femra mbi mashkullin. Edhe mashkulli dhe femra drejta themelore kanë të barabarta. Ama si kombinohen një femër dhe një mashkull, varet edhe nga aftësitë personale që i kanë, dhe prandaj bëhet S'po flasim për bashkimi i lidhje. çiftit. S'po flasim për shembull. lidhje. Ja, Ose edhe je në të dalë raport jashtë teme se kolegial. vjen keq.
Ishim të folë për ti të gjo. Jo, s'ka shembull. Shembull, Je të ose folë edhe për në lidhje. raport kolegjal. Je të folë për lidhje. Edhe Unë në jam të folë raport për begën kolegjal. vjen keq. Unë rritë bigu ti vazhdo folë për lidhje për çka dush, Alba. Edhe në raport shoqëror, për shembull, femër mashkull, në një shoqëri femër mashkull, do plotësoj njëri tjetrin në veçantitë e tyre, varësisht si i kanë Alba, aftësitë je e të tyre. folë për lidhje. Ama drejtat Prej themelore. feminizëm e në lidhje, janë tema shumë ndryshme, vjen shumë keq e jashtë temës, devjoj muhabeti, nuk Po flas me ty. tani, pikërisht Flas në me ty, drejtat themelore të barabarta, çon edhe raportin femër mashkull. Çfarë raportesh ka femër mashkull? Raporte femër mashkull ka shok shoqe, kushëri kushurir, motër vlla, nën bab, do me thënë burr grua, ose të lidhur, ose koleg. Shembullin e nisa nga aty, për një shembull më konkret, më eksakt që kuptohet më mirë. Alba, unë më vjen shumë keq, po ta përsëris edhe një herë. Një person që e din realitetin shumë mirë çysh është dhe vjen këto edhe flet për lidhjet e njerëzve, për qasjen e femrave dhe meshkujve dhe gjithçka. Por mungon pika kryesore, që është self-respect. Ti pas patë self-respect kur s'kemi dhënë ndim as feminizmit, as maskilizmit. Ku e shef ti mungesën e self-respectit të unë? Ta kam tregu. Prej momentit Ma thuaj edhe një herë prej këtu. momentit që ti, ti morim gjona shtrum. Ti vjen këtu, flet për stiqin një muaj e gjys. Okej? Edhe te pjesë e stiqit, kur na e prekim atë majmon, ti na shtin neve mundje keq, sikur na të kishim vra ty. Pastaj vjen kë, para se marrë kë bia, ta plas realitetin e fytyrë të pishina. Vjen kë, edhe tregon që ti kën lidhje me ty nuk është. Tash, çfarë shembull je ty dhon ti për një femër jashtë, për lidhje, për qasje ndaj lidhjeve, për qasje ndaj tradhtive dhe për çdo lloj qasje që duhet me pas një lidhje. Tani, ta ja përgjigjen? Po, jepi Alba, E para, unë kam thënë shumë mirë që në lidhje me personin në fjalë, unë besoj çfarë personi nxjerr nga goja, jo komentet e tjerëve, për shembull çka ka fol Bia. Nuk e besoj fare. E dyta, Klod, në rast se për momenti shifet mungesë self-respect, vetëm nga një pakicë e njerëzve e kuptoj forcin time që s'ka lidhje me mungesës e self-respect, dhe shumica e di që e shofi mungesë self-respecti, po besoj që i vjen momenti çdo gjëje. Kjo është me jetu në botën e iluzioneve. Në rregull, ti e mendon ashtu. Ama çdo gjëje vjen momenti dhe për mendimin tim, më mirë mos u nxitoni te fjalët, Qysh? sepse çdo gjë është e turbur për momentin. Vjen keq, unë gjykoj për çka kam pa deri sot e në big. Pik. Çfarë ke parti deri sot? Ke pa dy versione ndryshe. A është e vërtetë? Çfarë versionesh? Cilat versione kam pa unë? Atë që kam thënë unë dhe atë që ka thënë Limi. Më fal, unë e kam pa. Ke pa dy versione ndryshe. Dhe shpirt kam pa. Mas pari, Limi ka që 4 ditë, kështu që unë nuk po bazojmë te versioni i këtij. Unë para se marr këtij, unë të kam thonë, ti nuk e keni lidhje të fortë, sepse ti, nëse hen këto, e keni lidhje aq fort dhe madhështore, sa na e ke shfaqur neve në Big Brother VIP Kosova, ti nuk e ke kur pikën e dyshimit për partnerin jashtë. Kur, kjo është baza e respektit e në lidhje, okej? Ama, Alba kam thënë paraprakisht, që kena pas gjërat problematike para se ty. Dhe tani, kur ke gjërat problematike para se ty, e kam thënë. Mu s'ma ke thonë. Okej, Mu më ke thonë, para me no, e ndush tu lo, une kam vendos gjithmonë, mos me ju afru nëse kjo është tu bo dush, për respekt ndaj saj. Apo kupton? Dhe kjo, na ka shfaqë neve një realitet vetin që është thjesht iluzion. Që ka pas barjera me ju si meshkuj, në atrimitet. Pastaj, ke pas barjera për me respektu lidhjen që ke pas jashtë. Ta cekim dhe njëherë, lidhjen që ti ke pas jashtë. Po tash, lidhja që ti ke pas jashtë nuk eksiston. Edhe unë ta kam thonë për se marrë Limi. Për mu, ti s'ke pas kur gjatë fort. Edhe nesër me... Po pse ti mendon që nuk eksiston? Lutem, Alba, nesër... Vetëm se është Limi e beson se është Limi, dhe vetëm se është Alba se beson se është Alba, as Limi s'ka fakte, as unë s'ka fakte para teje. Zemra vogël, mos ma devjo muhabetin, unë po vazhdoj e flas. Kur ta ndaloj ma ba pyetje, është bashkëbisedim. Nuk është tension, heq as pak. Bindje. Flas me bindje, jo më shpirt. Nxitohem se i kam idete qarta në trum. Po mos të 100 gjëra se ti kapi nga një radha, ziktu jemi. Po as je multitasking ti, nuk mundesh. Se ti kështu për analiza rrethloj si ban shumë mekanike, Alba. Po ka lezet një nga një radha, ka lezet për ty, për mu ka lezet me izbraz. Po mi mos tu i Jemi ndryshe. Po do izbrazësh po me radhë nga pak, me qëtësi. Po unë e vendosi, jo ti.
Po mirë, pra, a do me bo tamam bashkëbisedimin? Dëgjoni Unë e si baj njerëz. tamam si pas mendimit tem qysh është tamam. Okej, Klot, po si njerëz? Po si njerëz jemi, njëri jetë të Tani njëri po jam po unë. thjesht loj fjallësh, Jo, loj fjalesh. A je Ma oft, thuaj. baj edhe lojnë e fjallëve. Gjdo loj du të Ma me moj. thuaj. Ha? Po, sot me Nuk është qëllim. synimi im me bo loj fjallëve ty. Synimi im është me bisedu se ti ke kapacitet. Let flasim. Po. Edhe të thash, ka ardjali këto. Unë e para se marrë kë, shumë mirë ta kam thonë ty, edhe momenti, pse kam bri unë në pikën, për shembull stiqin deri në atë pjesë, unë në fillim ta kam respektu si pjesë. Po. Edhe qa ke fol ti për stiq? Edhe afrimitetin me mu gjithashtu? S'po t'len. Jo, vetëm e shtova ekstra, po vazhdo Po, ti. okej. Momentin që ti fillon dhe bjen kundërshtim me veten, dhe ka shumë cila hipok... pjesë? Po, më le të flas një sekond. Bjen kundërshtim me veten, me disa fjalë dhe veprime, sepse ti, përderisa e quan stiqin aq të rëndësishëm, edhe e ke lidhen aq të fortë, nuk delën prime edhe thua, s'me ka ardhur helikopteri nga i pas Jo, një sa muaj. është në ka ardhë helikopteri nga e? Ti pret që me ardhmetar me helikopter. Po, jo. Jo, ka thonë me dasht ai. Me dasht a i e si ka edhe mundësi me helikopteri në provojnë mes edhe dhe guvderi. shkaku që s'ka ndodhë Tjetër si është gjë, ka- që Alba, sinjali tjetër më është minimal, normal, është rregull. unë nga mungesa e veprave, një mora përgjigje, Okej, po ti përderisa një muj radha zi asi M'fal, gjë. a ke hi këto që Dhe ke pas... vendosa me ndërpre. A ke hi këto që ke pas lidhje të fort? Lidhje me hyrje, para hyrjes me probleme. Okej. Ti për një muaj e gjys, Për një muj. po një muaj ne ke shit neve si me kanë lidhje wow, kena i të përmen non-stop. Ndjesia. Po, ndjesia. Jo lidhja, ndjesia. Po s'mon tjetë ndjesia kur nuk është realiteti shpirt. Ndjesia M'fal. është diçka tjetër dhe lidhja fizikisht që janë ata gjëra që nga këtu Me Ka pa unë tjetër- s'kuptojmë, vjen keq. je këtu, Po. derisa përputhesh njëri me Okej. tjetrin. Ose mund ndodhe një problem që për mua është e papranueshme, ose mund ta kem bëu problemin për ato e papranueshme dhe krijohen probleme. Rrim bukur, tak ndodh një problem, hyn probleme. Okej. Dhe unë kam thënë që faza para se të futem këtu ishte problematike. Prandaj unë e kam pas aq vështirë hyrjen këtu. Dhe qëndrimin pikërisht këtu këto, një muaj, fillon- dhe tensionin tim, Pikërisht që s'kam këtu- pas asnjë Po, sinjal, ata kështu kam thënë A Alba. përgjigjem, okej. Po. Edhe këtu pikërisht fillon loja jote rreth ton kësaj situate. Sepse unë mendoj që ti me ta, momenti që ti ke hi, e ke pas shumë qartë që ti nuk e ke një lidhje, por që ta përdoresh atë pjesë në lojë dhe ta gënjesh publikun është një aftësi shumë e madhe. Edhe unë për këtë të përgëzoj. Thjesht, e vërteta, herët apo vonë del në shesh. Po, Edhe, për mendimin tem, kam e kanë shumë zhgënjyse për ty. tani, këtë them edhe unë. E vërteta del në shesh, herët apo vonë. Momenti. Dhe çka është për qënë do tjetë, s'ka as kush Shkoj me shfar i aparatin shmanget jam? as i gjëja. Unë, Klode, di që mund duket nga shumica me munges self-respect. O i shpirt, Ama pak veta e kuptoj forcin që Alba, kam treguar unë atë ta moment. nxëm që është gjithë shka e vërtet, Po. prap se prap, ti, prap se prap, ti, unë e për vetin, Ras është e vërtet ajo që është e imja. po unë e Ku kam mendoj munges që ti self-respecti? jashtë për, si që flet ti për lidhje, që ti flet për lidhje si një gjamë madhështore dhe e shenjt, djali këtu në qeshtje nuk po thot që eshe ashtu me ty ose që ka po ashtu, unë e besoj që ti jetu ju bo dëm vajzave të reja jashtë, që i shojnë lidhje si diçka të shenjt, sepse ju të u dhonë një shembut që Dashnia, gjithë jo shka lidhja. tolerohet, gjithmonë të zonë vërtet që këtë ta pas ka po ty Lidhja ashtu. me dashni reale, jo si është lidhja, se ke plot lidhje që nuk janë me dashni reale. Janë lidhje fiksimesh, Ku është aparati jam? Klodi, Natural portokall. Natural. Ku është aparati mre jemi? O, të ka marrë Elion, o ti. Po se ka e Liona dhe, a kja ju? Klodi, Ha? kam folë për lidhje me dashni reale, jo thjesht lidhje, se ne e dim që ka plot lidhje që janë bashkimi interesash, materializmi, dashni reale ka fiksimi bia që ka thonë që- kuptohet si dashni. Ka shku me tjera, se trati si Po, bjen. unë nuk i m'fal. besoj bias A i kanë bashkë me ta lidhje para se me me hi? Limin. Keni qenë lidhje? Keni qenë lidhje? Po, Jo. para se me hi këtu kjo. Klodi, Alba nuk i beson tjetrit në lidhje me Limin. Alba i beson vetëm Limi kur ma thot mua në Po sy. ta than praj. Babe, është një iluzion. Po dhe?
Është iluzion. Po, edhe unë e pranova që është iluzion, kaq. Jo iluzion, jo thjesht iluzion. Iluzion ai që ke ti. Ma që ke kriju ti te publiku, është thjesht një kështjellë gënjeshtrash. Ska gjë, mirë ka bërë, se publiku e ka besuar dhe ne vazhdojmë në shtëpit për të folë, duke folë për këtë gjë që thot ajo. Edhe të gjithë i kanë besuar Albës Jo, me jo, këtë vjen gjë. keq, unë jo.